A ju ka ndodhur ndonjëherë të keni nga ato ditët kur, e dini, vraponi nga një mbledhje në tjetrën, i përgjigjeni me 10 emaileve dhe prap në fund të ditës ndaloni dhe pyesni veten: "Po çfarë bëra realisht sot?" Pikërisht kjo ndjesi e të qenit super i zënë, por jo domosdoshmërisht produktiv, është enigma që Andy Grove, një legjendë e vërtetë e menaxhimit, u përpoq të jepte zgjidhje. Dhe kjo na çon direkt te pyetja thelbësore: jemi thjesht të zënë apo jemi vërtet produktiv? Sepse le ta pranojmë, shumë shpesh i ngatrojmë to të dyja. Bijem në atë kurthin klasik të botës së sotme, me ritme kaq të shpejta, ku aktiviteti, lëvizja, shpesh maskohet si arritje e vërtet. Mirë, për ta kuptuar këtë qasje sa më mirë, do ta zbërthejmë në 5 pika kryesore. Do të fillojmë me filozofinë që qëndron në themel të gjithë shkaje. Më pas, do të shohim motorin kryesor, pra çfarë e vën në lëvizje gjithë këtë sistem. Pastaj, do të kalojmë te mjetet konkrete, si ato për të nxitur performancën, ashtu edhe ato për të lundruar në realitetin e vështirë. Dhe në fund, do t'i mbledhim të gjitha bashk në një mentalitet të vetëm. Pra, le të gjytemi thellë në mendjen e këtij giganti të menaxhimit, Andy Grove. Okej, le t'ja nisim nga themelet, nga filozofia e gjithçkaje. Andy Grove ishte CEO legjendar i Intelit, nuk ishte thjesht një drejtues, e dini, ai ishte një mendimtar, një njeri që praktikisht revolucionarizoi menaxhimin modern. Dhe i gjithë kjo nisi nga përtjetja për të zgjidhur një enigmë të vetme por thelbësore. Dhe ja ku jemi te thelbi. Për Grove nuk kishte fare rëndësi sa orë punonin njerëzit apo sa detyra plotsonin në një listë. Fare. Pse? Sepse ai e kuptonte diçka thelbësore. Në një industri kaq brutalisht konkurruese si ajo e mikroprocesorëve, vetëm një gjë kishte rëndësi: efektiviteti. Pra maksimizimi i efikasitetit, llogaridhënia e qartë dhe mbi të gjitha produktiviteti, por ai i vërteti, ai që mund të matet. Mirë, për të kuptuar vërtet sistemin e Grovit, duhet të zotërojmë 2 koncepte themelore. Këto janë si motori i gjithë filozofisë së tij, e kuptoni? Janë produktiviteti dhe leva menaxheriale. Në momentin që i kuptojmë këto të dyja, gjithçka tjetër fillon dhe merr kuptim. Pra, le të jemi të qartë. Produktiviteti nuk është thjesht të bësh gjëra, absolutisht jo. Mund të kalosh gjithë ditën në mbledhje, duke dërguar emaile pafund dhe të ndihesh jashtëzakonisht i zënë. Por nëse asnjë nga këto nuk çon në një rezultat të prekshëm, diçka që mund ta matësh, si për shembull rritja e shitjeve me 10% apo ulja e ankesave të klientëve me 20%, atëherë, sipas Grove, ke qenë thjesht aktiv, jo produktiv. E gjitha ka të bëjë me ndikimin, jo me volumin e punës. Dhe tani mbahuni, sepse kjo është një ide vërtet revolucionare. Leva menaxheriale. Çfarë do të thotë? Do të thotë që puna kryesore e një menaxheri nuk është të kontribuojë vetë individualisht, por të shumëfishojë produktivitetin e gjithë ekipit. Mendojeni pak? Aktivitete si trajnimi, planifikimi i mirëmenduar, apo thjesht dhëja e kontekstit të duhur ekipit kanë një levë, një efekt shumëzues i jashtëzakonisht të lartë. Një orë vetme e shpenzuar duke trajnuar një antar të ekipit mund të gjenerojë 10 orë produktivitet shtesë në të ardhmen. Ky është investimi më i zgjuar i kohës për një menaxher, pa diskutim. Mirë, pyetja logjike është, si arrin një menaxher këtë leve të lartë në praktik? E po këtu gjërat bëhen vërtet interesante. Pse? Sepse Grove nuk na la vetëm me filozofi, jo, ai na dha një kuti mjetesh specifike, konkrete. Le të shohim pra mjetet proaktive, ato që përdoren për të vendosur qëllime të qarta dhe për të trajnuar ekipet duke krijuar kështu produktivitet me qëllim. Mjeti kryesor, guri i themelit i sistemit të Grove për të kaluar nga aktiviteti te rezultati janë OKR-t, pra objektivat dhe rezultatet kyçe. Ky është një sistem që të detyron të jesh i qartë. Mendojeni kështu: objektivi është çfarë tuam të arrijmë, diçka ambicioze, inspiruese, ndërsa rezultatet kyçe janë si do ta matim që e kemi arritur. Këto duhet janë super specifike, të matshme dhe të fokusuara te rezultati. Pra, me fjalë të tjera, objektivi është maja e malit që duam të ngjisim dhe rezultatet kyçe janë shenjat në hartë që na tregojnë nëse jemi në rrugën e duhur. Dhe ky shembull e tregon ndryshimin në mënyrë perfekte. Në njërin anë, kemi një menaxher që jep një listë detyrash, bëj këtë, bëj atë, ekipi mund t'i kryejë të gjitha, një për një, dhe prap të mos e ketë arritur qëllimin e vërtet. Në anën tjetër, kemi një lider që punon me ekipin për të vendosur një objektiv të qartë dhe rezultate të matshme.
të arrish 90% kënaqësitë përdoruesve është e pamohueshme. Nuk është thjesht një aktivitet, është një rezultat konkret. Pikërisht këtu, o ka rreth i lapin e ekipit një shënjestër të qartë dhe rrisi në mënyrë dramatike levën menaxheriale. Tani, diçka vërtet interesante. Grove e konsideronte takimin 1-me-1 si aktivitetin e vetëm me levën më të lartë që mund të bëjë një menaxher. Po, një takim, por ka një por të madh. Kjo vlen vetëm kur bëhet siç duhet. Nuk është thjesht një raportim statusi, as pak. Le ta shohim në praktik. Imagjinoni menaxherin e parë. Ai e përdor takimin si një raport statusi të shpejt, duke kaluar nëpër listën e tij. Ai flet shumicën e kohës dhe humbet mundësi të arta për të kuptuar çfarë nuk shkon. Kjo është leve e ulërt, kohë e humbur. Tani, imagjinoni menaxherin e dytë. Ai kërkon punonjësit të përgatisë agjendën. Ai e nis takimin me pyetje të hapura si çfarë ke në mendje. Ai dëgjon me vëmendje, i jep këshilla, ofron kontekst. Ky menaxher nuk e sheh takimin si kosto, por si një investim kritik që do të shumëfishojë produktivitetin e atij personi për 2 javët e ardhshme. Kjo pra është leva e lartë menaxheriale në veprim. Mirë, të vendosësh qëllime dhe të bësh trajnime është thelbësore, patjetër. Por, të gjithë e dim që bota e vërtet rrallëherë shkon sipas planit apo jo. Këtu hyn në lojë pjesa tjetër e kutive së mjeteve të Grovit. Parimet për të lundruar në ujërat e trazuara të realitetit. Këto janë parimet që fokusohen te përshtatja te reagimi ndaj ndryshimeve që herat avon do të vinë. Dhe ky parim është absolutisht thelbësor. Duhet të përballesh me faktet e hidhura. Kjo do të thotë një vlerësim i pamëshirshëm, i ndershëm dhe gjithmonë i bazuar në të dhëna. Kujdes, nuk bëhet fjalë për të gjetur fajtorin, por për të kuptuar të vërtetën objektive, sado e dhimbshme të jetë. Vetëm kështu mund të merren vendime të mira. Ti mbyllësh syt para realitetit është dështimi më i madh i një lideri. Imagjinoni një departament që ka rënje. Menaxheri i parë i shmanget përballjes me shifrat, pranon justifikime të paqarta si janë kushtet e tregut dhe mban fjalime motivuese pas një plan konkret. Ai thjesht lejon që problemi të thellohet. Drejtori i dytë vepron krejt ndryshe. Thret një mbledhje dhe i thot gjërat troc, pa akuza, fakte të ardhurat tona kanë rënë me 15%. Pastaj menjëherë zbaton metrika të reja dhe nis rishikime të rregullta, të bazuara vetëm në të dhëna. Ai e përdor të vërtetën si një mjet për të zgjuar ekipin dhe për të detyruar ndryshimin. Dhe kjo na sjell te një term kyç në botën e growth-s. Pika e kthesës strategjike. Çfarë është kjo? Është ai momenti kur themelet e biznesit tronditen dhe ndryshojnë. Mund të jetë një teknologji e re, një konkurrent që del nga hiçi, ose një ndryshim rrënjësor në sjelljen e konsumatorit. Këto janë momente ekzistenciale, momente që ose të ndërtojnë ose të shkatrojnë një kompani. Kaq e thjesht. Dhe si i dallon këto pika kthese, duke përqakuar atë që Grove e quante paranoje e shëndetshme. Tani, kujdes, kjo nuk do të thotë të jetosh me ankth, as pak. Paranoja e shëndetshme është praktika e disiplinuar e skanimit të vazhdueshëm të horizontit për kërcënime, për pika kthese, veçanërisht, dhe kjo është e rëndësishme, kur gjërat po shkojnë mirë. Pra, nuk është frikë, është vigjilencë strategjike, sepse armiku më i madh është vetë kënaqësia që vjen me suksesin. Dhe kontrasti këtu është dramatik. Shikoni pak. Drejtuesi e parë sheh një teknologji të re dhe e quhen mode kalimtare. Fokusohet te përmirësimi i gjërave ekzistuese. Ajo dështon të përshtatet dhe kompania e saj gradualisht zhduket. Tani, drejtuesi i dytë, edhe pse kompania e tij është në kulmin e suksesit, ai shesh të njëjtin trend me paranoje të shëndetshme. Ai nxit debate të ashpra brenda kompanisë, ai bën pyetjen e famshme: çfarë do të bënte një CEO i ri për të na shkatruar neve? Dhe pastaj merr vendimin e guximshëm për të investuar fuqishme në atë teknologji të re. Ai është i gatshëm të sakrifikojë suksesin e sotme për të siguruar mbijetesën e nesërme. Mirë, tani le të lidhim të gjitha këto pika bashk. Kemi folur për filozofinë, kemi folur për mjetet, por si vëm në praktik këto gjëra çdo ditë? Përgjigjja sipas Grove qëndron në adoptimin e një mentaliteti të tërë. Nuk është thjesht një listë me gjëra për të bërë. Jo, është një mënyrë e tërë të menduari që çdo kush mund ta kultivojë për të rritur efektivitetin e tij. Dhe ja ku janë 5 styllat e këtij mentaliteti. E para, fokusoni pa pushim të rezultati i matshëm, jo të aktiviteti. E dyta, mendoni gjithmonë se si mund ta përforconi, ta shumëfishoni produktivitetin e ekipit. E treta, përballuni me realitetin me të dhëna dhe me paranoje të shëndetshme.
E katërta, nxitni debat konstruktiv, krijoni një kulturë ku idetë sfidohen fort. Dhe e pesta, kjo është gjenjale. Identifikoni dhe sulmoni pengesat. Në çdo sistem ka gjithmonë një pikë të ngushtë që e kufizon gjithë produktivitetin. Gjeni atë pikë dhe përqendroni gjithë energjinë atje. Kjo në thelb është të menduarit si Andy Grove. Dhe kjo na çon te një pyetje e fundit, një sfidë që lidhet drejt për drejt me atë hapin e pestë. Duke menduar për punën e secilit prej nesh, cili është ai faktori i vetëm, ajo pengesa e vetme, që po të përmirësohej do të kishte ndikimin më të madh në rezultatet e përgjithshme. Të identifikosh këtë pengesë personale, këtë pikë të ngushtë. Ky është hapi i parë për të arritur një produktivitet vërtet të lartë.